Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në Ungjillin sipas Mateut, Krishti na tha këto dy shëmbulltyra. E para, mbretëria e qiejve ngjan me një thesar të fshehur, që dikush e gjeti dhe nga gëzimi i tij shkon, shet gjithçka dhe e ka bler atë ar. Shën Jangu i Arti na thot se ky thesar i shehur është Krishti, margaritari i çmuar. Dhe ai që e gjen këtë shet gjithçka. Shet mëkatet, pasionet, dëshirat që lidhen me këtë botë materiale, madje edhe vetë jetën e tij për të fituar këtë thesar, që është Krishti. Na thot dhe diçka tjetër, dhe një tregtar thot që kërkonte gur të shmuar, gjen një margaritar dhe shet gjithçka dhe e blen atë. Pra ka dy kategori njerëzish. Njerëz që e gjejnë Krishtin rastësisht, nga një ndriçim hyjnor, nga leximi i shkrimit të shenjtë, nga dikush që i flet, ose ka të tjerë që e gjejnë Krishtin duke e kërkuar atë. E rëndësishme është të gjejmë Krishtin. Dhe kur e gjejmë Krishtin, ja vlen të sakrifikojmë gjithçka. Sepse të gjitha thesaret e kësaj bote, por gjithë universi i krijuar nuk vlen asgjë përpara atij që e krijoi, që është biri dhe fjala e Perëndis, që është dhe bërë bir njeriu. Prandaj të dashur të krishterë, ne jemi njerëzit më të pasur në botë. Ne nuk kemi ndoshta pasuri materiale, nuk kemi ndoshta gjëra të cilat njerëzit mburren sot. Prona, toka, resorte, ku ta di unë. Po ne kemi thesarin më të madh, kemi Krishtin. Dhe ja vlen të sakrifikosh gjithçka për këtë, madje edhe jetën. Këtë shembull na i dhan martirët. Prandaj dhe Kisha Ortodokse çdo ditë kujton martir. Lexoni kalendarin liturgjik. Çdo ditë ka martir. Dhe martirët janë të parët që i nderon Kisha. Pse? Sepse ata bën këtë që tha Krishti. Shitën gjithçka, lanë gjithçka dhe jetën e tyre dhe gjetën thesarin. Sot Kisha nderon një martir të veçantë, që është edhe mbrojtësi i Shqipërisë, i kishës son, i vendit ton, Shën Nikolimi i Beratit. Është një martir i cili jetoi në një kohë shumë të vështirë. Në kohën e persekutimit, e përndjekjes, e prozelitizmit, që vinte nga pushtuesi Osman. Fatkeqësisht në atë kohë jo të gjithë mbetën të krishterë. Patën nga ata që e mohuan besimin shekullor, për arsye ndryshme ekonomike, frike, dhune, u kthyen në një fe tjetër. Një ndër ta ishte edhe Nikolimi. Ai ishte nga Vjedhkuqi dhe kishte shkuar në Berat dhe punonte si robaqepës. Jeta nuk ishte shumë bujare me atë, sepse ai pati 3 gra, të cilat i vdiqën. Dhe sipas rregullave të kishës, kur vdesnin nga bashortët, mund të martohesh deri në herën e tretë. Por, duke qenë njeri i dobët me pasione, ai pa një vajzë të bukur. E pëlqeu atë, por nuk mund të martohej sipas kishës. Atëherë çfarë? U tregua njeri mishor. Pranoi të bëhej musliman. Dhe duke u bërë musliman të martohej me këtë sklaven që kishte një i fesë muslimane që kishte në shtëpinë e vet. Detyroi edhe të afërmit të shtëpisë tij, fëmijët e tij, që t'i kthente në fen musliman. Por vetëm një nga djemtë e tij nuk pranoi dhe iku dhe u aratis në malin e shenjtë. Mbasi mori dhe gruan e katërt dhe kënaqi dobësitë e tij mishore, ai pati një vrasje ndërgjegje. Por mbi të gjitha donte të merrte edhe djalin që kishte ikur. Shkoi në malin e shenjtë për ta kërkuar, por atje kur pa murgjit që adhuronin Perëndin triadik, pa pendesën e tyre, atëherë ai u prek në zemër. Tha, çfarë fitova?
edhe me gruan e katërt, dhe me gjithë kënaqësitë e kësaj bote, dhe me gjithë pasuritë e kësaj bote, të gjitha një ditë do të humbasin, do të zhduken. Janë si një ëndër. Unë humba Thesarin, unë humba Krishtin, tha. Atëherë u pendua. Nuk u kthye më në Berat. Qëndroi në malin e shenjtë. U bë murg. Për 3 vjet ai tokën e Athosit e lagi me lotët e vet. Bënte një jetë asketike, të ashpër. Dhe ju fal mëkati nga Zoti. Por prapë ndërgjegja e tij ishte e paqet. Ai dëshironte ta ponte Krishtin atje ku e kishte mohuar. Dhe shkoi dhe u konsultua me Shën Akakin, i cili mbasi u lut, pa që fytyra e Nikolimit u ndriçua dhe një yll zbriti nga qielli. E kuptoi se kjo ishte edhe dëshira e Perëndis. I dha uratën, i dha shkopin e tij, dhe tha, shko në Berat, e pohove Krishtin atje ku e mohove. I thot Shën Nikolimi, sa ashtu e kishte marrë emrin nga Nikola Nikolim, si murg. A mund ta toleroj pak asketizmin, sepse do bëj një rrugë të gjatë? Jo, i tha Shën Akaki, tani të duhet asketizmi, sa atje ku je i dobët, atje duket fuqia e Krishtit. Unis, rrugës i shfaqet e të shenjta, i shfaqet edhe Krishti, Zoti, e i jep kurajo, i tregon potirin e martirizimit për ta pirë, dhe kështu ai me këtë vizion unis dhe përfundoi në Berat. Aty u shfaq duke thënë, unë jam ai që e mohova Krishtin, po unë tani e pohoj. Unë jam i krishter dhe do vdesi krishter. Atëherë pasha i vendit dha urdhër ta hypnin sipër në majë të malit dhe ta hidhnin poshtë në gremin. Por ai zbriti në këmbë, vrapoi përsëri dhe të gjithë u çuditën, si është e mundur që nuk vdiq. Pastaj u dha urdhër që t'i pritej koka. Dhe kështu ju prej koka Shën Nikolimit dhe u bë martir i kishës. Dhe sot kemi edhe ilpsanet e tij, kemi dhe kokën e tij në mitropolin e Beratit, që nderohet nga të krishterët prej shekujsh. Madje në momentin që ai u martirizua, ndodhi dhe një gjë tjetër. Shpiragasit që janë përballë në Berat kishin vajtur për të ndryshuar fen, sepse taksat ishin shumë të rënda. Por kur pan durimin, martirizimin e Nikolimit, ndryshuan mendje dhe mbetën ortodoks dhe sot e kësaj dite. Të dashur të krishterë, e kemi thënë dhe herë tjetër, toka arbërore, toka e Shqipërisë është tokë e bekuar, sepse që në shekullin e parë, e gjatë gjithë shekujve në çdo kohë ka martir. Edhe në kohën e komunizmit kam dhe kishte martir. Dhe është një vend i bekuar, të cilët këta martir janë ata që shitën gjithçka dhe morën Margaritari, morën Krishtin. Janë ata që u bën nën presionin e botës së mëkatit, u bën si diamant, sepse diamanti del nga qymyri nën presion. Asnjë nuk lind shenjtor, njeriu bëhet shenjtor. Dhe të gjithë neve duhet i shikojmë këta martir shembuj. Pra, ti imitojmë ata. Ndoshta sot nuk martirizojmë trupin, por martirizojmë mëkatet, pasionet, dëshirat tona që na lidhin me botën e kotësisë, me botën që humbet, dhe duhet i marrim shembull ta shenjtor. Të shesim dhe ne gjithçka që të fitojmë Krishtin, se kjo është pasuria që mbetet në jetëve. Të tjerat humbasin. Dhe fundi që dua të them është kjo. Neve themi që jemi mëkatar, dhe jemi mëkatar dhe ne nuk mund të shpëtojmë dot. Dhe këtë themi në një formë përullësie gjoja. Është një përullësie rreme, është një gënjeshtër. Në qoftë se je mëkatar, pendohu, rrëfeu, ngrihu, shenjtërohu. Do thoni juve, si? Po ja pra, edhe Nikola ra e mohoi Krishtin, u bë apostat, po u ngrit prap. Jo vetëm që e pohoi Krishtin, po u bë shenjtor, u bë martir, nderohet nga kisha. Pra dhe neve në qoftë se bijem, duhet ngrihemi, sepse Zoti nuk do na gjykojë në rënje, po do na gjykojë se si do përfundojmë jetën. Prandaj, edhe po rrëzuam, le të ngrihemi. Kisha është spital që shëron sëmundjet e mëkatit. Ktu falen mëkatet. Prandaj, le të veprojmë dhe ne si shenjtorët që na dhanë dhe shembuj, që edhe Kur'an u ngritën, u shenjtëruan
Amin.